jetin funksional. Dhe mos ndërtojnë kauza politike dhe partijake, kështu që unë edhe nga kjo studio, edhe pse jam jashtë rrjedhave politike, ju bëj ftesë të gjitha akterëve politik pa dallim, qoftë atyre që kanë fituar zgjedhjet, qoftë atyre që si kanë fituar zgjedhjet, po që janë në opozitë, që t'i kthehen arsyes, mendjes së shnosh, të ulen dhe t'i themelojnë institucionet e Kosovës dhe të ecin përpara, sepse në fund të fundit këto përplasjet politike na bëjnë të gjithë humës. Po humësi më i madh në këtë situatë është populli i Kosovës dhe ne do ta paguajmë fakturën për këta politikanë të papërgjithshëm që i ka zgjedhur populli i Kosovës. I përmendet aleatët vërtet çuditën ata me situatën që jemi tani? Po jashtëzakonisht çuditën, sepse ka qenë situatë e paparashikueshme që praktikisht ne gjithmonë të krijojmë kauza të rrejshme kushtetuese dhe të krijojmë prapaskena apo të krijojmë delikte në kushtetutë dhe pastaj të interpretojmë kushtetutën sipas dëshirës sonë dhe të krijojmë këtë jo funksionalitet plot shtetet dhe natyrisht partnerët strategjik Kosovës, pra në radhë parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shtetet e Bashkimit Evropian, nuk kanë mund as vetë të paramendojmë që ne do ta bllokojmë vetveten, sepse ne i kemi parapat gjitha problemet me Serbinë, e cila në vazhdimsi ka tentuar ta bëjë shtetin tonë jo funksional, por kësaj radhe ne kemi përgjegjësinë e plotë për këtë jo funksionalitet dhe për këtë krizë të thellë politike që kemi krijuar. Po. Flasim për 16 shtatorin. Sot një muaj vjen aktgjykimi i shkallës së parë nga dhomat e specializuara të Kosovës në rastin ndaj presidentit Thaçi, ish kryetarëve të Kuvendit Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe po ashtu ish deputetit nga radha e televizës Vetëvendosje, vjetësit të UÇK-s Recep Selimi. Çka do të thotë profesor 16 shtatori për Republikën e Kosovës? 16 shtatori është një moment historik, i cili do të diktoj rrjedhat, do të ketë efekte shumë dimensionale. Fillimisht i vjen fundi një spaku në shkallë të parë, fundi, se s'mund të themi fundi, po përfundon një gjykim maratonik 6 vjeçar me përplot shkelje procedurale, materiale, qoftë kushtetutës, ligjeve, të konventës evropiane për drejtat e njerëzit, qoftë standardeve ndërkombëtare. Një proces me shumë kontradikta, i filluar me një konspiracion politik, i dizajnuar nga Rusia dhe Serbia përmes raportit të Dikmartit, dhe pastaj i riformatizuar me një akt akuzë jashtëzakonisht të paqen për ekzistencën e një ndërmarrje përbashkë kriminale që ka bërë që procesi mos jetë një gjykim për 4 persona, për krerët e UÇK-s, themeluesit e UÇK-s dhe krerët e shtetit Kosovës, po të vënë një pyetje komplet historinë tonë të shtëndërtimit, luftën e drejtë të ushtrisë lëndimtare të Kosovës, me synim të kompromitimit të saj për të bërë pastaj refleksione. Kështu që pas një muajve ne do të jemi dëshmitar të një ngjarje që do të diktoj pasojat e përgjithshme për Kosovën dhe janë dy mundësi, dy varianta, tash nëse më lejohet mund t'i jap disa opinione.